Satelitët rus dyshohet se kanë kryer të paktën 24 regjistrime të zonave në 11 vende të lindjes së mesme, nga 21 deri më 31 mars, duke mbuluar 46 objekte. Tjetra regjistrime të detajuara fotografike të instalimeve ushtarake dhe pikave strategjike në gjithë lindjen e mesme, dyshohet se janë realizuar nga satelitë rus, me qëllim që të ndihmojnë Iranin në sulme ndaj forcave amerikane dhe objektivave të tjerë në rajon, sipas një vlerësimi të inteligjencës ukrainase. Përfundimet, të cilat janë shqyrtuar nga Reuters, tregojnë gjithashtu se haker rus dhe iranian kanë bashkëpunuar në hapësirën kibernetike në përshkrimin më të detajuar deri tani të mënyrës se si Rusia ofron mbështetje të fshehtë për Iranin, që nga momenti kur Izraeli dhe SBA nisën sulmet më 28 shkurt. Raporti thekson se brenda pak ditësh nga këto vëzhgime, bazat dhe satelit ushtarak u bën objekti sulmeve nga raketa balistike iraniane dhe mjete ajrore pa pilot, duke treguar një model të qartë. Një burim ushtarak perëndimor dhe një burim tjetër për sigurinë rajonale deklaruan për Reuters se të dhënat e tyre tregojnë gjithashtu aktivitet të lartë të satelitëve rus në rajon dhe se imazhet janë ndarë me Iranin. 9 vëzhgime mbuluan zonat e Arabisë Saudite, përfshirë 5 mbi qytetin ushtarak King Khalid pranë Hafar al-Batin, në një përpjekje për të identifikuar element të sistemit amerikan të mbrojtjes ajrore THAAD. Sipas vlerësimit Ukrainas, zona në Turqi, Jordani, Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe u monitoruan 2 herë, ndërsa zona në Izrael, Katar, Irak, Bahrein dhe baza detare e mbështetjes Diego Garcia u vëzhguan nga 1 herë, sipas raportit. Raporti shton se një prirje në zhvillim është monitorimi aktiv nga satelitët rus i ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare me rëndësi etike për rreth 1/5 e flukseve globale të naftës dhe gazit të lëngshëm natyror, ku Irani ka vendosur një blokadë de facto për të gjitha anijet përveç atyre që i konsideron jo armiqësore. Reuters thekson se nuk ka qenë në gjendje të verifikojë në mënyrë të pavarur përmbajtjen e këtij vlerësimi. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, Olivia Wales, deklaroi se asnjë mbështetje e jashtme ndaj Iranit nga ndonjë vend nuk ndikon në suksesin operacional të Shteteve të Bashkuara.